Federata e Futbollit të ndoni një pjesë për skuadra që del kampion, është një kosto mos gabofsh aty kanë ofër 50.000 euro, për pozitën e dytë mos gabofsh është 30.000 euro, pozita e tretë është 20.000, e katërta kështu diçka do të të ndome, por mendoj për nivelin e gara në Evropë, por nivelin e rritjes të buxhetit, klubeve, skuadra, shpenzimet cilat i kanë, mendoj që ministria duhet të bëjë më shumë këtë drejtim, duhet ndahet një buxhet për arsye se këto skuadra përfaqësojnë Kosovën dhe këto skuadrat janë mendoj që ambasadori më i mirë i Kosovës. Gjitha shpërblimet që i marrin klubet, asgjë nuk marrin nga federata, por marrin, ku e dini, modest në shpërblim. Ne deri vonë ne kemi marrë, derisa s'jemi pranuar, ne gjithë vitin kemi harxhuar me miliona euro klubet, kemi marrë në fund një 50 euro për ta majtë futbollin gjallë, duke shpresuar se një ditë do të vijë momenti i mirë. Por ne kemi majtë, kemi shtyr deri këtu, në fund janë duke u penalizu futbolli kosovar me këtë udhëtësi që është. Deri në vitin 2017 deri sa s'jemi pranu, aq i kemi marrë, do thotë ne shpërblim prej 50 euro. Tani i marrëm ato që i marrëm nga FIFA edhe UEFA, klubet i marrin. Shumë pak marrin prej federatës. Kur kem shumë pronarë cilët pas zhgënjimit të tyre një vit apo 2 vjet e kanë klubet e tyre kanë filluar shkatrohen, të vinë kategoritë më poshtë, arsye s'dim shumë donatorë kom fatin që nga 12 metat janë në futboll dhe mund të them që është një prej njerëzve cilët ka marrë 12 metrën sot duke në elitën e futbollit Kosovës, duke ditur se të gjithë do të thotë ose ka rënë në rang më poshtë, ose janë larguar nga futbolli, do të thotë nuk janë që bëjnë klubet. Kjo e bën arsyeja është do të thotë që ata janë zhgënjur për mos mbështetjen financiare edhe nga ministria, edhe nga komandet komunale, cilat duhet dojnë një buxhet të gjitha do të thotë edhe të kanë malet pronarët e klubeve që të mbajnë klubet, ndoshta edhe ta mbajnë këtë rini e cila dita ditës më shumë që po i nga vendi.